A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sot jemi me një virtyt për virtyteve tjera të akhlakit të moralit islam, që është dhemshëria. Dje folëm për pastërtinë e zemrës dhe shëndetin e zemrës. Një cilësi tjetër, më thonë, e rëndësishme është dhemshëria. Çfarë do të thonë dhemshëria? Dhemshëri do të thotë me të dhimbë dikush. Njeri i cili e ka zemrën të mbushur me iman, do të thonë që e ka të pastruar prej smundjeve të zemrës, kur e shet dikan keq, i dhimbet. Dhe kjo është mesazhi i islamit, se islami dhe pejgamberi jon i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rahmet për krejt njerëzimin. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk kemi dërguar ndryshe ose për diçka tjetër përveç se rahmet ose mëshirë për krejt botrat. Do të thonë edhe për muslimanët, edhe për jo muslimanët, edhe për kafshët, edhe për xhinët, edhe për këto janë botrat e ndryshme, edhe për bimët, edhe për ekologjinë. Do të thonë feja unë na mëson që, do të thonë, me pas rahmet dhe me pas dhemshuri karshi tjerëve. Nëse dikush nuk ka hiç rahmet ndaj tjetrit, atëherë, do të thonë, ai nuk është musliman që duhet me kanë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur ta therdhi Allahu na ka obliguar që të jemi bamirës në çdo situatë. Edhe kur e therdhni kafshën, më thonë, spreheni ose mpreheni thikën dhe rehatoje kurbanin. Nuk ban me prej kurbanin me çfarë do thike. Pse? Për shkak ndjeshmërisë, do të thonë që e kemi ndaj tjerëve, e paramendon ndaj njerit. Musliman, për çat, nëse i shikon edhe historinë e civilizimeve dhe luftrave të ndryshme që kanë ndodhur, do të thonë që kanë ndodhur në histori. Nëse lexon, edhe nëse i sheh këto lufta tash që ndodhin. Qeni për shembull bëni një krahasim tash lufta që ndodh, do të thonë, në Palestinë. Si sillen ushtarët e armikut dhe si sillen ushtarët e muslimanëve. Muslimani nuk ban kërdi, nuk vret fëmijë, nuk vret gra, nuk vret pleq, nuk vret njerëzit e fesë tjetër, nuk i vret se ka ndalu pejgamberi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka dërguar ekspeditat e tij luftarake, do thonë i ka thonë edhe bimë mos i shkatroni, drujt. Çka ka faj druni? Mos i prishni manastiret, mos i vritni ata të cilët nuk marrin pjesë në luftë, sikurse tash që quhet në gjuhën moderne civilet. E kështu me radhë. Pse? Për shkak se Islami dhe muslimani është mëshirë për të gjitha botrat. Unë kam përmbledh disa raste që tregojnë mëshirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ajo shembulltyra jon. Ne kur duam të folim për dëni punë, për dëni cilësi, për dëni sjellje, për dëni mënyrë se si duhet të jetojmë, duhet ta marrim shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Shembullin më të mirë ju e keni te pejgamberi. E tash ta shohim si ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përballë njerëzve të ndryshëm. Krejt njerëzit kanë nevojë për dhemshuri, me shpreh. Secili mundet me ranë në një situatë kur ka nevojë të tjerët të tregojnë dhemshuri. Ama gjunaqarët në mënyrë më të veçantë kanë nevojë më tepër për këtë dhemshuri. Nëse e shohim dikan për shembull që ban ndonjë gjuna, nëse e shohim dikan që është larg xhamisë, nëse e shohim dikan që merret me ndonjë punë të keqe, kjo nuk do të thonë nuk ban me fillu edhe me kritiku edhe me shata. Jo, nuk është qëndrimi i drejtë i muslimanit ki. Qëndrimi i drejtë i muslimanit është me të ardhë keq kur e shef dikan të e bo një punë të keqe, bo ma ki ai me qatë punë ka me shku në xhenem. Qëllimi janë është me ndihmu dhe me ndje atë dhemshurin për me shpëtu. Rasti i parë që du ta përmendin në këtë
ders është hadith, një hadith që e transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, thot erdh një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri prej sahabeve, tha ja Rasulallah, helektu. Ishte Ramazan. Tha i dërguari i Allahut, une çaq mbarova, jam shkatru. Helektu do të thonë jam shkatru, do të thonë unë më sikur me vdek. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma dha, pse çka ka ndodhur? Thot kam flet, domethënë kam kryer marrëdhënie me bashortën në ditë të Ramazanit. Edhe normal që, domethënë, ky gabim llogaritet prej gabimeve të mëdha. Për arsye se e shkel, domethënë, atë shenjtërinë e muajit. Edhe e bën një gjuna të rëndë. Edhe për këtë dhe shpagimi i këtij gjunahit është paksi i rëndë. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i thot çka ke bove ti, a jen men, pa a nuk ju kam tregu se kjo punë është e ndalume. Nuk i kur dëgjon pejgamberi se pyet tjetër, veç e pyet çfarë gabimi ke bë. Edhe thot pejgamberi, a mundesh me liru një rob? E thot jo, s'mundem. I thot pejgamberi, a mundesh mi agjeru 2 muaj radhazi? Se çashtu është. Domethënë njeri nëse e bën këtë gabim duhet mi majt 2 muaj Ramazan në gjitas. Jo kështu kur të muje, po 60 ditë duhet mi majt një mas një, pa pushim. Thot vallahi s'mundem. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a mundesh se 60 ditë duhesh mi ushqy njeri që s'mundet, s'ka takat mi majt 2 muaj Ramazan, duhet mi pagu këto 60 ditë 60 fukara mi ushqy. Një ushqim ditor. Thot a mundesh mi ushqy 60 fukara? Thot ki sahabiu, thot vallahi s'mundem, thot nuk kam mundësi. Thot pejgamberi prit. E le ati me sahabët, hin mrena edhe e merr një shport me hurma, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E merr edhe jep. Thot merr e baram se s'mundet, se për një njeri kur s'mundet, Allahu nuk ngarkon me ato që s'mundesh. Në këtë rast, nuk mundesh me agjeru, nuk mundesh me liru rob, nuk mundesh me dhon sadaka, s'mundesh, Allahu nuk ngarkon. Për çata dhe fitrat që i japim fund. Nëse ka ndonjë familje që s'ka as pak, domethënë pare, mundësi. Jo mundësi të mëdha, se për mi dhon fitrat, domethënë duhesh me pas mundësi të vogla. Mirë, por nëse dikush nuk e ka atë mundësi, nuk i jep fitrat, është i lirum. Lirohet. Njeri kur s'mundet me bën diçka. Qëre, me qëndru në kam namaz, është kushti namazit. S'mundesh me nejt në kam, bje kushti. La yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon njerin ma shumë se sa që mundet. Edhe për nësëm ja e pat shportën me hurma, edhe thot merë edhe jepe sadaka. Thot ja Rasulallah, e shef këto dikodrat e Medinës, se Medinja hyrja e Medinës ka qenë ndërmjet dikodrave, dvogla. Thot ndërmjet këtyre dikodrave, që është qyteti i Medinës, nuk ka njerë ma fukara se une. Edhe kuja thot këtë fjallë pejgamberi sa fillon me qesh. Se rrallë kanë mujt me pa pejgamberi sa qeshe dhe ti duken dhamt. Qeshe kështu paksi shumë. Thot merë edhe qoja familjes tande. Sa a i erdh me frigën, se do me thonë është shkatru dhe shkoj të shtëpia e vetë me një shport, edhe përmendet një shport e madhe me hurma. Edhe shkoj të shtëpia do me thonë me riskun e asaj dite. Çka tregon kjo? Kjo tregon, do me thonë, për atë dhemshurin që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kësi situata, sikur se do ta shohim edhe me raste të tjera, është me ndihmu atij që ka bën një gabim, jo me qërtu edhe me largu edhe më tepër. Bile ka ndë raste, më thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mos u bani se njeri është vazhdimisht në betejë. Secili njeri është në betejë se thirrjen e kujt ka me ndëgju. Ne për ditë në me thonë dodhemi në qëkëtë betej. A do të dëgjojmë ëndjen, epshin, shejtanin, apo do të ndëgjojmë Allahun edhe pejgamberin, edhe thirrësin për tek Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikan e mashtron shejtani, musliman tjerë nuk bën mu bë me shejtanin kundër atij, duke e shat, duke e nënçmuar, duke e kritiku. Po ne duhet mi ndihmu ky që ishte me ne deri dje që ta mbajmë me vete. Kjo është, më thonë ajo, shprehja asaj dhemshurisë. Kjo është për një gjunat madh që ka ndodhur.
Rasti tjetër është vjen një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë ja Rasulullah, këto janë hadithe të sakta. Thotë e kam bën, thotë një gabim. E kam bën një gabim, prandaj du që, domethënë me zbatu ligjin e Allahut ndaj meje. E kam bën një rrëshqitje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si fol hiç. Ka qenë pak përpara namazit, drekës ose i qindis. Ai thotë ja Rasulullah, e kam bën një gabim. Du që me ma dhonë dënimin që e meritoj, në mënyrë që se njeri kur e merr dënimin e shariatit për një gabim që e ka bë, Allahu ja fshin atë gjëna. Edhe sahabët kanë kërku kështu, për shembull, se edhe ato ka pas, por jo sikur në këtë kohë, mirë po ka pas raste kur kanë bërë gjunahe, normal, se ato njerëz janë konë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i flet hiç, edhe vjen vakti namazit, e falin namazin, edhe mas namazit e prapshon. Insiston, thotë ja Rasulullah, një gabim be e kam bë, a ka mundësi që me pastru për atë gabimit, me ma dhon dënimin që e meritoj në mënyrë që të më fshihet gabimi. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk u fale me neve ti? Thotë jo u fale. Thotë Allahu ta ka fshin gjunahin. Allahu subhanahu wa taala ta ka fshin gjunahin. Këtu bëhet fjalë, domethënë për një haram që nuk e ka mrit derexhen e gabimit madh, mirë po ka qenë gabim, prapë ne kemi treguar se haramet munden me qenë edhe gabimet e vogla. Jo çdo gjë që është haram është gabim i madh. Gabimi i madh janë hepten gjunahet e mëdha të cilat e kanë atë definicionin e vet. Rasti i tretë është ka qenë një sahabe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka pas emrin Abdullah. Mirë po e kanë thirrë Himar. Himar do me thonë magar. Pse? Ki ka pi alkohol. Mirë po shpesh e ka shti me qesh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë diçish ka pas një sens të humorit, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte pas dënu një herë për pirjen e alkoolit. E dini se ai që pi alkool i merr 80 shkopin, domethënë, e kishte pas dënu. Mira ma e kish përsërit gabimin. E kish përsërit. Edhe një ditë kur e pa sahabët e prunë, domethënë çashtu të dehur para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë e prunë Abdullahin. Edhe kur e pa njëri prej sahabëve, Omeri radiallahu anhu, e mallkoi. Tha Allahu tha të mallkoft. Allahu të mallkoft. Që sa herë je duke e përsërit këtë gabim. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam boni, e ndaloi tha mos e mallko tha Omer. Unë e di tha se ki e do Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte musliman. Edhe në një transmetim tjetër, mos u ban me shejtanin kundër ti, kundër vllajt tant. Në këtë kohë të nderuar vëllezër, në këtë kohë, para mendoni në atë kohë kur kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dirët e gjunaheve janë kanë shumë më të vogla dhe shumë më të pakta se sa në këtë kohë. Tash unë mendoj që tash është koha e eksplodimit të gjunaheve. Andaj edhe një prej shenjave të kiametit, ka thonë pejgamberi, nuk do të bëhet kiameti përpara se të emetohet dhe të përhapet çdo kund gjunahi. Tash, me këto punën e internetit, me punën e, me jetën në të cilën, me kohën në të cilën jetojmë, për një me është shumë vështirë me gjetë një njeri cili ruhet plotësisht prej gjunave. E ruan shikimin, e ruan mendjen, e ruan. Për arsye se ne jemi të rrethuar nga çdo anë me gjunahet. E tash, që kjo dhemshuri që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas në gjunaqarëve, mas shumë ti ka nevojë me pas ne tash në këtë kohë. Për arsye se ato joshjet, ato nxitjet, motivet për me bëj gjunahe tash janë shumë më të mëdha se në atë kohë. Me jetu në një kohë kur s'ka pas as rrim, s'ka pas as, s'ka pas as vene ku dalin njerëzit, kësi qendra tregtare, s'ka pas edhe televizora, s'ka pas telefona, s'ka pas, si akona e jeta. Ato çka kanë mujt me pa prej haramit. Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka rujt sahabët nga këto. Gjithashtu Enesi radiallahu anhu e transmeton një rast tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke qëndruar me shokët e tij në xhami. Edhe kur hin një beduin,
Xhamit në atë kohë, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë konë me rër, me ranë të shtrumi, s'ka pas të pika normalisht. Edhe hinaj ai beduini, do të thonë beduin janë njerëzit të cilët nuk kanë jetuar në qytete, kanë jetuar, do të thonë shkretinë, edhe ata normal që janë konë më pak të edukum. Nuk janë konë të edukum sikurse ata qytetarët. Sikur se sahabët që kanë jetuar me pejgamberin, se ato kanë pa, kanë hecë, se njeri, si thonë, një njeri hecëm është sikur se një njeri që e ka kryer në shkolla, po. Vjen ai beduini, e shef një grumbull njerëzve atje këtu përpara xhamish, shkon që më një qosh edhe nis me e kri nevojën e vogël. Edhe sahabët kur e shohin, çohen një 4-5 veta dhe i bëjnë hujum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju vërtet thot mos ja ndërpritni. Lera, ata to kthehen sahabët. Dhe tha habitet, çka bën në hujum këta? Ai shtash do me thonë të e kri nevojën e vogël edhe i këshiri pse këto po vrapojnë mas ati. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot mos e ndërpritni. Ktheuni, uluni. E le ata. E le beduinin, do me thonë e kri nevojën në xhami. Edhe pasi që e kri nevojën e afrohet, e merr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot Allah, këto xhamit janë ndërtu për me përmend Allahun, për me fal namaz dhe për me lexu Kur'an. Nuk lejohet gjërat këtilla me bon këtë xhami. Mirë po, ata e kap një trishtim për shkak tentimit për me sulmu, ose për me marrë shkelma me nxjerr pi xhamis. Unë e mendoj se shumë më pak tash me bo dikush diçka do një gabim, pak me ndëgju një zonë, do të thonë ai që posi nervozomi. Kish pa vë kur gjallë, ban vakit, dikujt i ban telefoni, dikush për shembull, e lëshon dëniza, do të thonë ne kred dyqish dëna sikur atë nervozomi, do të thonë ta nxjerrin pi xhamit, çfarë të bën? Çfarë të bën? Para mëno dikush me nis tash me bë muhabet në këtë xhami. Kishini çfarë rahmeti dhe çfarë dëmshërie ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj këtij personi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e merr dhe e mëson. Edhe çka ndodh? Se njëri kur vepron në këtë mënyrë, i mençur, i urtë, i sjellshëm, i butë, i mëshirshëm dhe i dhemshëm, kur është, vallai, ndoshta edhe gurit me i fol ta pranon. Për çat ka thonë pejgamberi, Allahu me sjellje të butë e jep ata që nuk e jep me vrasësi. Çdo gjë që stoliset me butësi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është e bukur. Çdo gjë që bëhet me vrazhdësi, ajo është e keqe. Dhe Allahu t'jep me butësi ata që s'ta jep me vrasësi. Allahu ta jep me butësi. Më thonë për gjithë çka. Edhe ai kur e shef pejgamberin i çon durt. Thot Allahumma arhamni warham Muhammada wala tarham ma'ana ahada. E bani do. Thot Allah më shiron mu edhe Muhamedin edhe kërkan tjetër përveç neve dyve. Pse e ka dash më njerë? Për çat pejgamberin sa kush e ka pa, kush e ka taku, s'ka pas mundësi mos me dash. Armik, ne e dim historinë e Omerit radiallahu anhu. Ka shku pejgamberin sa ta vrase. Kur e ka ndëgju Kur'anin, është po musliman. Shumë veta për shembull, thot njëri prej sahabeve, thot derisa isha mushrik, nuk kishte në fytyrë tokës njeri më të urryer për mu se sa Muhamedi. Mas asaj, mas që ka pranu islamin, thot kur mos unë e kum këshirin si pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur nuk jam knash ta këshiri mirë çish është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. S'ka mujt me këshir, pi respekt, edhe s'ka pas njeri në fytyrën e tokës që ja kon më i dashur për mua se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që kjo është pejgamberi i cili ne duhet me marr shembull. Dikush thot, shumë gabim e ka dikush kur thot, pa ai pejgamber po kon ne smujna mu bosja. Jo. Allahu e ka çuni njeri prej gjakut edhe prej mishit. Do të thonë një njeri i cili ka pas nevojë, edhe ai është mërzit, edhe ai është gëzu, edhe ai ka pas nevojë, do me thonë me hangër, me pi, me dal në pazar, me hec, me vet njerëzit, është mërzit. Ka thonë ka dënjer pejgamberi thot, më terrohet zemra. Dhe filloi me bon dhikr edhe më largohet ajo. Njeri, se me paskon pejgamberi melek, njerëzit kishin pas drejt me thonë valla ne smujna. Ama Allahu e ka çuar njeri që me thonë se edhe ti mundesh, do me thonë me ndjek shembullin e këtij pejgamberi. Edhe kur e bën këtë dua
beduini, do të thonë kur thotë mëshiro, o Allah mëshiro mu dhe Muhamedit dhe askën tjetër përveç neve dyve, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, pse do thotë atë xhanën e ngushtove, diçka që është shumë e gjanë, mëshira e Allahut shumë e madhe, mundet me na bën rahmet kredi, jo vetëm neve dyve, thotë e ngushtove atë të gjërën. Rasti i pestë që duhet ta përmendi, sa minuta bën? Rasti i pestë është një rast që ka ndodhur në kohën e Omerit radhiyallahu. Se këshire Omeri radhiyallahu anhu, i cili i bërtiti atij Abdullahit që pinte alkool. Se këshire kjo dhëmshuria nuk do me thonë mja bon rafsh njerit. Ne e shohna dikant që i pi alkool me thonë graj me bacin se mi, jo, nuk e nën kupton. Qëllimi është qysh me largu ata prej gjunahit. Nëse e sheh dhëmshuria e vërtetë është kur ta shohësh dikant që bën gabim, s'falet për shembull, se fal namazin. Mos me thonë unë elhamdulillah unë fali namaz. Ki kur gjos është. Jo, ti duhet me tar me të udhim pse dikush nuk fal namaz, duhesh me gjetë një mënyrë qysh me bind me fal namaz. E kjo Omeri radhiyallahu anhu, i cili në kohë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i bërtiti Abdullahit, i cili kishte pi alkool, ka ndodhur e morë mësimin, se sahabët e kanë marrë mësimin. Nështë një herë kanë gabuar djera, ama masane na janë bon, më thonë besimtar të mirë. Ka ndodhur një rast, do ta tregoj kështu shkurtimisht. Në kohën e Omerit, kur ka qenë halife Omeri radhiyallahu anhu, Omer ibn Khattabi, ka qenë një musliman i fort, kështu fizikisht, i Siris, i Shamit, i cili shpesh ka ardhur prej Sham Medine. Ka ardhur te Omeri radhiyallahu anhu dhe i ka rënë si, edhe ka kriju një raport si shok e ka bë Omeri radhiyallahu anhu. Edhe mas një kohë hupët ky person. Edhe Omeri radhiyallahu anhu ju thot shokëve të vet. Apo thot filani moti se kam pas, po vjen më, i thënë sahabët ka fillu me pi. Edhe do të thonë është e përsërit atje në Siri. Do të thonë ka fillu me pi alkool, edhe mon nuk është më i rrugës tonë. Edhe Omeri radhiyallahu anhu mërzitet shumë. Shok. Çka bën? E thirr më njëherë shkruesin e vet, se ki ka qenë halife. Thot shkruaje. Njëherë thot aty shkruesit, më thonë ki ka diktu, shkruesi ka shkruajt. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmedullaha ilejk. Njerë thotë Bismillahirrahmanirrahim, pre Omerit deri te filani biri filanit. Esselamu alaikum wa rahmetullahi barakatuh. Ka thonë, e falenderoj para teje Allahun dhe ja përmend një ajetin e 3 të surës Ghafir. Nëse e keni tefsirin e Ibn Kathirit, gjithsesi mujini me lexu, shkojeni te surja Ghafir dhe tefsirin e ajetit 3, sa është edhe në gjuhën shqipe tefsiri i Ibn Kathirit. Është shumë interesant. Do thonë është më gjithsesi atje. Thot Ahmedullaha ilejke ghafiri dhanbi wa qabili tawbi shadidi al-iqabi dhi at-tawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Që është ajeti 3 i surës Ghafir. Çfarë më thon? Thot e falenderoj para teje Allahu, masi që jep selam dhe. E falenderoj para teje Allahun, i cili e përmend ajetin tash. I cili e fal gjunahin, e pranon taubën, është shumë azapi i tij është shumë i madh, i cili është pronari shumë të mirave, nuk ka Zot që meriton të adhurohet përpos tij, tek ai kena me shku. Ja përmend këtaj. Çkaç? Pra i thot prej Omerit Bismillahirrahmanirrahim. Prej Omerit deri te filani Esselamu alaikum. E falenderoj Allahun para teje, i cili i fal gjunahet, e pranon tauben. Ajeti thot kështu. I fal ghafir dhanbi, qabil at-tawbi, shadid al-iqabi, dhi at-tawli, la ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Edhe kur i mrin letra ati, e meraj, mirë pa ajmo nuk është në rrugë. Zoti e di ai ka lënë punë tjera, veç kryesorja njerëzit janë nisë më, domethënë merret veç me alkool. Janë nisë me lexu këtë ajet. Thot ghafir dhanb. Ghafir dhanb. Ai që mi fal gjunat. Allahu mu i ka me mi fal gjunat. Qabilit taub, mi pranon pendimin tem, e pranon. Shadidil iqab, mirë po azabi i tij është shumë i ashpër. Pra Allahu thot më pas ka nxit
me u pendu edhe ma pas ka tërheq vërejtjen, në thonë mu largu nga ki gjëna. Ma pas ka tërheq vërejtjen mu largu prej këti gjënajt. Edhe vazhdimisht e lexon ditën e parë, e merr apo ma vonë nesër, apo nesër e merr, e lexon këtë ajet, veç këtë ajet. Më thonë i këtu edhe pendohet Allahu subhanahu wa taala. Veç një ajet. Edhe mësën i mrin lajmi Omerit radiallahu anhu, se ki në me thonë është pendu të Allahu subhanahu wa taala, edhe ju thot Omerit radiallahu anhu, kur të keni raste të ngjashme që kështu veprani. Kur të keni raste të ngjashme që kështu veprani. Për çat shumë prej muslimanëve shpeshherë bëhen sebeb që dikan me largu prej fesë. Duke menduar se unë mo jam i shpëtuar. Jo. Ti duhesh, domethënë, mu mundu me i shpëtuar edhe ata të tjerë. Sa të kesh mundësi. Që kjo është, domethënë, porosia dhe mesazhi i fesë islame. E çka të ndihmon shkurt, veç edhe po e përfundoj, çka të ndihmon, domethënë, me ngjall dhëmshurinë, rahmetin në zemrën tënde, puna e parë është ngopja e tepërt, ose në gjuhën shqipe quhet stërngopja. Qëre se ne kret, tash është Ramazan, pa ma ki dikush është edhe i unt. Domethënë, normal që një iftar, mi po duhet me pas kujdes. Ngopja e tepërt e hek rahmetin prej zemrës. Ka njerë i cili nuk e di çka është uri. Ngopja e tepërt. Përveç që ka thonë njëri prej dietarëve, ngopja e tepërt ta shun kënaqësinë e ibadeteve, senin kënaqësinë e ibadetit. Po ta hek edhe dhëmshurinë prej zemrës. E dyta është me largu hasedin. Njeri i cili në zemrën e tij nuk ka smir, hased s'ka. Si vjen i natë pse dikush e ka dhënë nimet për Allah. Do të thonë automatikisht tek ai rritet ndjenja e dhëmshurisë. E treta është me nejt sa më shumë me dobët dhe me njerëz fukara. Mos me këshill me ngarën, dikush ka qef, do të thonë mi gjet vetëm ata që se fiton pe atyve të pasurve. Ja një drek, një dark, një kafe, një ata një rrit dikush vetëm me të pasur. Jo, e kundërta. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qëndruar me njerëz fukara të mjet. Me njerëz, edhe ti kur ti shohsh ata, do të thonë aktivizohet tek zemra jote, do të thonë ajo ndjenja edhe mshurisë dhe e fundi ka thonë pejgamberi mja lëmu kokën jetimit. Jetimit mja lëmu kokën edhe kjo e ngjall ndjenjen edhe mshurisë, do të thonë tek ne. Pra kjo cilësi duhet me rujt se ne jemi i thartë të umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ban me kon tegër, nuk ban me kon të ashpër, nuk ban duhet me na udhim njerëzit kret. Ashtu sikur se na dhimbet për shembull një kafsh, një kafsh, për shembull sikur e kam përmendur në dersat e mëhershme se njeri nuk guxon mi bë dam derrit, qenit. Do thonë që ne zguxojna mi majt të shtëpia, sidomos do të thonë derrin që kur në asnjë mënyrë nuk lejohet, mirë po nuk guxon, ajo është krijesë Allahut subhanahu wa taala, nuk guxon mi bë keq, dysh me pas rahmet. E çka më për njerin, e çka më për muslimanin. Kjo është kultura jon, kjo është civilizimi jon, kjo është etika jon, kjo është morali jon që ne duhet ta kultivojmë në vetvete. Për çfarë muslimanët kanë lulzuar dhe kanë bërë dritë ku kanë shku dhe janë bërë sebeb që popujt e tërë me pranu fenë islame kur kanë pa akhlakin e muslimanit. Allahu na bëf për tyre. Walhamdulillahi rabbil alamin.